të studjeve. Tani zonja Nertina Haxhia do të vijë të na flasë pak për neokomunizmin, sepse besoj që nga aty fillojmë disa gjëra që veri unë kanë mundur në shoqëri, që më po sot po shihen edhe më shumë pasojë. Përshëndetje e tonëve, vëllezër dhe motra, edhe bashkëkombas. Në fakt, unë nëse flas pa letër, unë zgjatem shumë. Unë që të kufizohem, duhet kem letër. Por nga ana tjetër, nuk dua të marr trajtën e diellës që të ndihet e thyer nga antikushtetueshmëria, sepse unë jam juriste, dhe ju e dini gjithë dhe bini dakord që juristat përgjithsisht duhet të referohen her pas here letrave aty ku nuk duhet t'i lënë ata që na përçajnë për të vijuar përçarjen, sepse përçarja mund të vijojë me forma të ndryshme, mund fillojë të vijojë me forma të ndryshme, por mund të kufizohet me një, çka është ligji. Unë sot jam këtu edhe si juriste, aktiviste, si ish gazetare, por mbi gjitha jam si bija një kombi, me një gjak që më rrjedh nga bjeshkët e Kelmendit, gjithashtu e rritur në Lezhën Kastriote, me mendje të dritur, por me dashuri për atë dheun që unë nuk dua të gaboj me fjalët dhe për mos e thënë siç duhet. Me dashurinë për atë dheun, për të cilën Musine Kokalari dha fjalën dhe lirin, ndërsa Marie Tusi dha jetën dhe gjakun. Me frymën e grave të cilat patën dhënë jetën, fjalën e lirë, unë dua që të përmend disa të vërteta shkurt, vetëm në 1 minutë gjys ose 2 minuta. Në respekt edhe të rebelimit konstruktiv të zotërisë, të cilin e falenderoj dhe si aktiviste ndjej shumë motivim kur shikoj rebelime të tilla, sepse i bie që kërkojmë më shumë. Pra jemi në mangësi të mëdha dhe po kërkojmë më shumë. Dua të them se unë mendoj edhe si një vajzë që kam studiuar pak rreth shkencave politike në një fakultet dhe drejtësisë. Mendoj që në Shqipëri mbizotrojnë institucionet neokomuniste. Dolëm nga një sistem komunist për të ndërtuar institucione demokratike, të cilat do të respektonin demokracinë në të gjitha parimet e saj, në të gjitha shtyllat që përcaktojnë pavarësinë institucionale dhe mbi të gjitha sovranitetin popullor. Unë shikoj vetëm institucione që sundojnë mbi drejtësinë, mbi ekonominë dhe sidomos institucione neokomuniste që sundojnë mbi jetët tona, deri te jetët personale duke ndikuar te përçarja. Megjithatë kjo është një frymëpërcjellse, sepse ju e dini më mirë se sa unë që edhe komunizmi ka patur gjithmonë teorinë dhe praktikën për çfarë sundon. Institucionet që mohojnë të drejtat tona, duke filluar që nga ligjvënësit, duke filluar edhe nga ata që monitorojnë, bëjnë gjithçka vetë dhe duke e kontrolluar me diellën. Ata shëmbysin meritokracinë, që i bëjnë njerëzit të ndihen të huaj në vendin e tyre, me politika neokomuniste, me anën e forcës së institucionit komunist, që neo ka vetëm integritetin institucional të firmosur dhe të vulosur vetëm prej atyre. Atyre që ka respektojnë më shumë meritokracinë e një kompjuterit krijuar globalisht, se sa meritokracinë e vajzave, grave shqiptare, por edhe djemve sigurisht, të cilët studiojnë çdo ditë dhe praktikojnë vendin e tyre. Musine Kokalari thoshte, demokracia është ndjenja e respektit të njeriut për njeriun. Marie Tusi, me qëndresën e saj të pathyeshme, na mësoi se liria është më e fortë se frika. Dhe unë këtë mesazh kam në këtë sallë. Liria jon duhet jetë më e fortë se sa frika që imponojnë ata me institucionet neokomuniste në jetët tona. Sepse ky ndikim, pra kjo frikë, indoktrinimi me frikë, ka sjell edhe le të themi konflikte deri depresive, masive, shoqërore shqiptare, të cilat kanë krijuar një impakt të frikshëm deri tek mosdëgjimi njëri tjetrit. Dhe ajo që ka mua realisht më ka bashkuar këtë kuvend dhe po bashkon gjithnjë më shumë, është ky reagim i cili sjell pranueshmëri mes gjithëve prej nesh. Mendoj që lufta e kuvendit, pa dashur të përsëris gjëra që mund t'i thonë edhe të tjerët edhe më mirë se sa unë, nga eksperjenca por dhe nga punët e tyre, duhet të ketë një fokus qendror
për të luftuar çdo formë të diktatit neokomunist institucional që mohon lirinë e brendshme, por edhe lirinë e jashtme, që ka të bëjë me përfitimin e të drejtave. Padyshim, veriu është diskriminuar dhe këtë tregojnë faktet. Por padyshim ky i marrë dhe satisfaksion edhe nga jugu i Shqipërisë ose nga Shqipëria mesme, ku i vlerësojnë iniciativat e veriut për ta mbrojtur një kaos të tillë, por padyshim rrugës mundën të bëhen edhe pjesë e integrimit të çështjes së kauzës kryesore, që është lufta ndaj institucioneve antidemokratike. Por më duhet të cilësoj diçka, specifikisht për legitimitetin dhe ligjshmërinë e këtij kuvendi, sepse edhe nëse ne I kërkojmë me zërin ton ose duke dalë në media apo me sinceritetin në kuvend disa të drejta, nuk do të kemi ligjshmërinë dhe legitimitetin për t'i kërkuar në institucione të tjera. Prandaj, në kuvendin e veriut, duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, e cila garanton të drejtën e organizimit, të shprehjes së lirë dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në publik. Parimet e të drejtave të vetëqeverisjes vendore, të njohura nga ligji shqiptar dhe aktet ndërkombëtar për drejtat e njerëzit. Dhe ky kuvend mbi të gjitha sot, me legjitimimin e traditës historike të organizimit qytetar dhe lëvizjeve demokratike të udhëhequra edhe nga figura frymëzuese si Muslimë Kokalari dhe Marie Tuci. Deklaroj si pjesë po themi e ftesës së komisionit nisëtar ose iniciatorëve, që tashmë do të thonë mund të jemi gjithë rishtat dhe të gjithë bashkë, Kuvendi I Veriut është një kuvend institucion civil si pararoj e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. I krijuar me miratimin e qytetarëve shqiptar, në mënyrë të hapur dhe transparente, I mbështetur nga të gjithë bashkëkohësit shqiptar, duke respektuar parimin e sovranitetit popullor. Ky kuvend përfaqëson gurin e parë të reagimit qytetar për të drejtat komunitare të veriut të Shqipërisë dhe zinxhir dhe të gjitha komunitetet e tjera. Ky kuvend është hap, sot legjitim, nesër I ligjshëm drejt konsolidimit institucional, që më pas do të kërkoj edhe fitimin e ligjshmërisë të gjitha të drejtave tona që do të kërkojmë. Çdo përpjekje për të keq përdorur apo deformuar emrin Kuvendi I Veriut, duke e paraqitur si një akt dhune diskriminimi në emërtim, ndërkohë që ne konsolidohemi, do të kërkoj padyshim vetëm një përgjigje. Cënimi I emrit Kuvendi I Veriut, I paraqitur si akt dhune apo si reminiscencë komuniste nga ata që do ta luftojnë këtë kuvend, është akt I dhunës strukturore dhe ideologjisë neokomuniste ndaj lirisë qytetare. Ky akt është dëshmi se qytetarët shqiptarë, me iniciativë tashmë nga Kuvendi I Veriut, nuk do ta pranojnë diskriminimin, e cila është sigurisht një vepër që pararëndet në drejtat kryesore për të mbrojtur në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, po marr kompetencën si një vajzë e fushës së drejtës kushtetuese, dhe padyshim për të mos lejuar përçarjen institucionet neokomuniste që shkelin dinjitetin dhe drejtën për jetesë barabartë deri në administratën shtetërore. Afirmohet se ky kuvend është legjitim, demokratik dhe kombëtar, I themeluar për të mbrojtur të drejtat e barabarta dhe luftuar diskriminimin, promovuar bashkimin qytetar, investimin e këtij bashkimi për bashkimin kombëtar. Prandaj, si përfundim, ndërkohë që pararënd dëshira, përmundësia dhe hapësira që të gjithë japin mendimet e tyre, unë ju ftoj të gjithëve që ta vazhdojmë këtë rrugtim, por meqense aktivizmi kërkon edhe një lloj, le të themi, barazie edhe tek gjinia, unë do t'ju ftoja të gjithë ju burra, gjithë ju vëllezër, që pjesë e këtij kuvendi të rekomandoni motrat, gratë dhe nënat tuaja, padyshim, dhe për të mos patur sidomos frikë në njëri tjetrin, për të mos patur komplekse,
pa turp dhe komplekset e zhgënjimeve personale, sociale dhe politike që keni hasur në këtë vend për shkak të përfshirjeve her pas here që mund të keni patur secili unë apo ju me shpresën se gjërat do të ndryshojnë. Ka ardhur koha që ta shohim të gjithë njëri tjetrin me sy, pa lejuar të na ndajnë biografitë dhe paragjykimet. Sepse nëse ka një tesër që duhet ketë shqiptari për të mbrojtur të drejtën e vet, është vetëm një: Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe çdo akt tjetër i cili buron edhe nga marrëdhëniet ndërkombëtare. Demokracia duhet të marrë në vesh të gjithë komunistët dhe neokomunistët, njeh ligjin dhe lirinë, jo tesërën dhe biografinë të kuptimit tyre. Kjo tesër që në dorën tonë është kushtetuta, do të mbroj vetëm një biografi: meritokracia dhe sakrifica e familjarëve tanë çdo ditë. Nuk ka rëndësi nga kemi ardhur sot, ku kemi qenë, ku jemi angazhuar, çfarë bindjesh kemi. Demokracia do të pranojë bindjet e njëri tjetrit, por me argument dhe bazueshmëri në të cilën e drejta ime mbaron ku fillon e jotra. Ky kuvent është i gjithëve, është hapi i parë për ta rikthyer zërin qytetar dhe për të kërkuar bashkë atë që na takon. Unë mendoj tani edhe me një dy fjali të shkurtra, si një grua dhe si një vajzë, si një bi, për të thënë që mbi të gjitha është koha të japim vajzave dhe grave të veriut vendin që i takon. Grave dhe vajzave tona. Diella, ajo diella që mua më ka ushqyer shpeshherë me qushtin e dhive deleve në Kakariç të Lezhës ku jam rritur, dhe që kujdeset prej shumë viteve për një djalë invalid, ajo është diella e cila unë dua të dëgjoj, të më dëgjoj dhe të bashkëpunoj. Nuk është diella online, prandaj baballarët duhet të rrisnin vajza që i kanë këtë guxim dhe mund të kenë shumë tepër, burrat duhet të udhëheqin gra drejt një kuvendi, sepse zëri i drejtësisë së grave shpeshherë është zëri i viktimave më të mëdha, një sistemi i cili përsekuton jo vetëm nga ana sociale gratë, por edhe nga ana vendimarrjes, dhe aq më tepër kur janë gra që vinë nga kuvendet e burrave të mrekullueshëm. Faleminderit. Respekti që ka nga ju miku zotit Zenem Kasini që ishi përbosur politik. Vlazër e votra. Mirëdita.